Qytetëmish jemi drejt për drejti nga stadiumi i Houstonit. Data shënon 20 qershor 2026, ora 19:00 dhe pas pak do të fillojë ndeshja më e madhe në historinë e futbollit shqiptar, Shqipëri-Holland. Ëndra një natë e verë e Gjergj Stefas. Më kujton ndeshjen me Polonin, kur patëm ndeshjen e parë në play-off, kur u kualifikuam. Ishte ndeshje e bukur, ti e mban mend apo jo? Ne në play-off nuk kemi luajtur një herë me Polonin. Jo, nuk kemi luajtur asnjëherë me Polonin. Play-offi që kaluan për botror. Dgjoj. Le të rikthehemi në aktualitet. Unë do doja që të gjithë ne ta bëjmë atë hyrje në Houston, Holland, me Hollandën, sepse mendoj që ajo do të jetë një ndeshje shumë e bukur nëse ne do të shkojmë kampionatin botror. Unë si tifoz i Hollandës do të ishte realizim një ëndër fëmijërie ta shikoja një herë Shqipërinë kundër Hollandës në një kupë bote. Dhe pa diskutim që ky trofeu këtu që ju e keni dhe e mbani këtu është gjë më e bukur që ekziston ndonjëherë në botë. Imagjinoni ne kemi të tregut çam, po ti është origjinale, çfarë vlerë do kishte? Koncepti dhe ideja është gjithmonë origjinale. Domethënë kur e mban këtë, qoftë në tregun çam apo qoftë në kudion, në zyrat e FIFA, si duke mbajtur gjithmonë Kupën e Botës. Dhe si thoshte Federico Buffa, unë ju këshilloj ta shikoni. Ai është një narrator italian shumë i famshëm, gazetar sportiv dhe jo vetëm. Ka ndërtuar një cikël shumë bukur për botrorët, ku ai tregon historitë e bukur botrorëve, thotë botrorët kanë ndryshuar historinë e jetëve tona. Pra nuk është kaq e thjeshtë një kupë bote. Një kupë bote është më shumë se një ndeshje futbolli. Ndër vite, ndër dekada, Kupa e Botës ka qenë arsyeja ku njerëzit jetonin, gëzonin, madje për fat keq shumë njerëz janë vetvrarë nga finalet e humbura të Kupës Botës, që ka ndodhur në Brazil në Maracanã në 1950 për shembull. A mendoj që kombëtari jon e ka nivelin, është gati për një botror, me që e the që është kompeticioni më i madh i futbollit në botë? Kupa e Botës është dëshiria më e madhe imja, ka jam dëshiruar në Kupën e Botës që në vitin 1990, kur kam qenë 8 vjeç, kam parë për të parë, dhe emocioni që më ka sjellë ai turne, përballë të skuadrave njëra tjetrën, lotët e gëzimit apo i dhërimit, kanë qenë një mishërim i gjithë jetës që ne na priste më vonë. Por ëndra jonë në sirtar, të cilën për shumë vite nuk guxonim as ta imagjinonin, dhe mund ta thonim që Shqipëria luante në një kupë bote. Pas realizuam ëndrën e parë kur shkuam në Europian, jemi shumë pranë realizimit të ëndrës dytë që është botrori. Nuk mendoj që skuadrat e tjera të cilat tani më kanë shkuar dhe apo do të shkojnë kampionat botror përveç një top 10 të tyre, kanë diçka më shumë apo më pak se Shqipëria. Formula garanton që do të jenë një apo dy ndeshje, unë shpresoj dy ndeshje teke, dy ndeshje që mund të prodhojnë gjithçka. Thonë që fati ndihmon më të mirët, por nga ana tjetër besoj që fatin duhet ta kërkosh pra. E kupton, kështu që e parë në këtë këndvështrim mendoj që Shqipëria duhet të ketë fatin me vete. Tani nga ardhmja na kalon pak në të shkuarën, sepse është ëndra botrori joni, por kemi qenë shumë pranë kësaj ëndrë botrorit dhe vite më parë, por çfarë ndodhi? Një ti rival që na pret këtë të njëjtë, na i ka shuar këtë ëndër më herët. Na trego pak. Në vitin 1985, në janar, ishin duke luajtur kualifikimet e Kupës Botës 1986. Që rastësisht do luhet në Meksik, njësoj si tani do të luajmë dhe në Meksik. Përveç se në Shtetet Bashkuara dhe Kanada. Gazeta Osteni e kohës kishte vënë trajnerin Shqyri Rejli dhe skuadrën, faqet parë, duke parë me dylbi Meksikën. Pra pasi kishin mundur Belgjikën 2-0 dhe pasi kishin barazuar 2-2 në Poloni, dhe pasi skuadra jonë 21 vjeçarëve që shkuar në tetat e Europës, me zgjumon nga Italia pasi kishim eliminuar Gjermaninë, pra kishim një 3-4 vjeçar që dominonin skenën e europiane të futbollit. Ajsa dhe vetë France Football, revista e madhe kishte vënë Shqipërinë faqet parë, për Rat Mustën dhe ekipi Shqipëri, një ndër 10 ekipet më të mira të vitit. Me të drejtë po shpresonim që të shkonim në një kampionat botror. Dhe ndodhi një gjë shumë e çuditshme. Diktatori Hoxha vdiq dhe ne kishim përtuar një ndeshje Shqipëri-Greqi. Dhe ne ishim përgatitur gjithë shpirtërisht shqiptarë që nëse do mundshim Greqinë, do shkonin pastaj do luajnë një finale shumë të madhe me Poloninë. Duke qenë se Hoxha vdiq, shteti shqiptar i kërkoi UEFA si ndeshja të shtyhej me Greqinë. Pra bëhen ca gjëra se për jo. Dhe UEFA patjetër e pranoi dhe ndeshja me Greqinë u shtyp pas ndeshjes me Poloninë. Dhe ne kishim ndeshje me Poloninë që kishim një finale në maj të vitit 1985. Një natë përpara se të luante Shqipëria me Poloninë, në Bruksel luaj finalja e Kupës Kampionëve. Luante Juventus kundër Liverpoolit. E quajtur ndryshe tragjedia e Heselit. A ditë kanë vdekur rreth 80-90 veta. Pas përplasjeve që kishin tifozët anglez me italianë. Ndeshja u luajt, u shtyp u luajt. Juventus i fitoi 11 metësh nëpërmjet polakut Zibi Bonjak, yllit skuadrës kohës, që e ktheu në gol Platini. Bonjak mori një avion privat direkt nga Brukseli, erdhi në Hotel Dajt në Tiranë në mesnatë, fjeti disa orë dhe në orën 14:00 zbarkoi në fush kapiteni Polonisë, pra ishte ylli kohës. Shënoi golin e vetëm të fitores së skuadrës polake dhe dulbit u thyen
Dhe regjimi i kohës kërkoi trajnerin shoqëri Reali për rezultate të dobta, imagjino, domethënë. Dhe ëndra jon në atë mes ushua. A mundet që kjo ëndër të bëhet realitet duke nisur që nga e njëjtja në sfidën edhe një herë është Polonia edhe një herë është ëndra botrorit. Jemi te një në 2026-ën me këto kombëtare aktuale. Formati që na ofron në UEFA për të shkuar në kampionatin botror të FIFA-s është një format shumë ekuilibruar dhe shumë e vështirë që nëpërmjet këtij formati ti të parashikosh fakti që ne kemi mundur Serbinë ata kush e di kë kanë mundur se tani nuk më kujtohet. Ata ishin grup me Holandën, me Holanda kishin rival kryesor. Po, Finland, Lituaninë duket. Po, diçka ti nuk ishte një grup i vështirë me të thënë vërtetën. Po, Hollanda i administroi ato ndeshjet, barazuan 2 ndeshje me Poloninë, 1-1 duket e tjerë, nuk e mbaj mend tani. Kjo tregon që diferencat nuk janë të mëdha pra, sepse nëse diferencat do ishin të mëdha, nuk do përballeshim në këtë pikë. Nuk është si shorti grupi që është Anglia dhe Shqipëria. Në play-off skuadrat janë aty. Nuk do të bëj analiza, sepse një ndeshje futbolli mund të humbitet 2-0, mund të barazohet, mund të fitohet 1-0, mund të shkojë me penalti, mund ndodhi gjithçka. Dhe nëse ne këtu bëjmë retorika, pra flasim me veten se çfarë do ndodhi, shumë do ushqenim opinionin publik me komente. Jemi këtu për të dhënë fakte interesante dhe faktet janë që jemi outsider, pra jemi skuadra që duhet ta mundi Poloninë dhe mendoj që nëse ne do mundim Poloninë, dhe sa më shumë nëse do fitojmë me fituesin e çiftit Suedi-Ukrainë, gjithë bota do flasë për një mrekulli që ka ndodhur në gjiret e Adriatikut dhe në Ballkanin e vogël perëndimor. Po, do ishte surprizë më e madhe. Po, sepse Malizi nuk është shkuar botror. Maqedonia nuk është shkuar botror. Kosova nuk është shkuar botror asnjëherë. Bosnia ka shkuar në fakt në 2014, ka pasur një super brez me Xhekon me shok. Dhe asnjëherë më parë në një kampionat botror nuk ka shkuar një skuadër e cila ka pasur një të shkuar kaq të varfër sa Shqipëria. Se të varfër kemi tani kemi 2 europianë në xhep. Në këtë pikë. Kur të tjerët shkonin për kampionate botrore, ne nuk kishim topa për të luajtur. Kur të tjerët e fitonin kampionatin europian si Danimarka 92-shin, ne nuk kishim flamuj. Kur të tjerët luanin me dëshirën për të përfaqësuar në botror, ne nuk kishim televizor me ngjyra për ta parë botrorin. Prandaj u them që historia botrorëve nuk nis sot. Dhe të gjithë brezat, edhe ajo ndeshja e Polonisë, kanë vënë nga një guriçkë të vogël për të vendosur tullat e fundit dhe për të shkuar në kampionat botror. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë kjo gjë e thënë kështu. Unë kam parë botrorin e parë Italia 90 për shembull, dhe ne jemi detyruar të shkojmë te shtëpia e një fëmijë ton që kishte televizor me ngjyra për të parë finalen e Gjermania-Argjentinë. Në të njëjtën ditë, ambasada gjermane hapte dyert për emigrantët shqiptar. Dhe në të njëjtën ditë, rreth 1000 shqiptar qëndronin brenda mureve të ambasadës gjermane dhe festonin me ambasadën gjermane bashkë fitoren e Kupës së Botës Gjermanisë. Pak ditë më parë publikua dhe lista kombëtares. Si e petani, e tona. Tani kishte risisë si Plana dhe Pilo, kishte rikthimin e Muçit dhe Anshmetit. Kur është larguar ndonjëherë Muçi nga kombëtarja? Jo, Muçi ka qenë 8 muaj që nuk grumbulloi. 8 muaj që kishte trafik. Muçi ka qenë pjesë e listës. E para është abuzive, e dyta është klonizëm. Se? Ku ka qenë pjesë e listës Muçi? 8 muaj, e thënë 8 muaj, duke sikur ka një jetë. Sa ndeshje luajti Shqipëria në këtë? Gjithë fazën e kualifikimeve. Edhe një herë. Muçi nuk ka qenë në asnjë ndeshje të kualifikuesve të fundit? Nuk ka luajtur pra. Ora ka qenë pjesë e skuadrës. Ka qenë pjesë e ekipit vetëm në një grumbullim apo 2. Një. Po ora që ka qenë mungesë Muçi, që nuk ka qenë pra. Mos i hyj që ka qenë mungesë e rëndësishme ka qenë. Madje kërkonin të gjithë që na reagoja nëpër konferenca tu pyet se s'vjen Muçi dhe thoshte ka trafik? Është e vërtetë apo jo? Kur tha ka trafik? Silvinjo? Për Muçi krau i Mark ka thënë ka trafik. Krau Mark, se mendova për Muçi Kratmajtlu, kështu që krau Mark ka trafik. Kush ka luajtur në vend Muçit Kratmajt? Nedim Bajrami, Arber Hoxha, këto ka përdorur më shumë, Uzunin ndeshën me Serbinë, këto ka përdorur Kratmajt. Seferin e ka pas 5 herë, ka qenë e tjerë që e merrte Seferin. Tani, si kanë dalë ndeshjet me Arber Hoxhën kombëtarës dhe me Nedim Bajramin? Me fitore kena dalë, kena arrit objektivat tonë. E vërtet. Do e vazhdoni ju apo do ta vazhdoj? Jo, unë kuptoj që ti do thua se ktheu Muçin. Ku ka qenë ndeshja? Je të drejtë pas ka fituar pa Muçin. Jo, unë refuzoj ta bëj këtë diskutim. E di pse? Refuzoj ta bëj këtë diskutim sepse ky diskutimi do na çojë ujë vetëm në një mulli. Në mullirin e mira dhe qindra njerëzve, të cilët nuk kanë as 10% e formimit tuaj, të dyve, të cilët rinë përpara një tastiere dhe në efektin e turmës vetëm shkojnë